Bota e muzikës në zi ndëron jetë një prej themeluesve të rrymës moderne pop. Brian Nilsson, një nga themeluesit më novator të muzikës pop dhe bashkë themeluesi grupit legjendar The Beach Boys, është ndar nga jeta në moshën 82 vjeç. Lajmi është konfirmuar nga familja e tij këtë të mërkur me 11 qershor përmes një postimi në Instagram ku ndani një foto të tij të buzëqeshur ulur në një stol. Me zemër të thyer njoftojmë se babai ynë i dashur është larguar nga kjo jetë, shkruhet në deklaratë. Jemi të pikulluar dhe të mbushur me dhimbje. Ju lutemi të respektoni privatësinë tonë gjatë kësaj kohe të vështirë. E dim që këtë humbje po e ndjejmë bashkë me gjithë botën. Love and Mercy. I lindur në 20 qershor 1942 në Kaliforni, ai ishte fëmia i madh i familjes dhe shfaqi që në moshë të hershme një talent të rrallë për muzikën. Dy biografi kushtuar jetës së tij e përshkruajnë si një mjeshtër të harmonive dhe melodisë, dhunti që e ngritën në majat e muzikës botërore dhe e bën ikonë të pavdekshme të saj.